Cili është shpërblimi në botën tjetër e atyre që studiojnë teologji apo shkencat islame? Shpërblimi I tyre është se të partë kanë më marrë në pyetje. Kanë me pas barë në kretë ummetit mbi supet e veta nëse se kanë dhënë hakun. Edhe komunistë zjarri xhehenamit me ta, nëse s'kanë punu për i Zatë Zotit. Që kjo është problemi I tyre. Duhet me pas frikë Allahun. Allahu Gjeleshanuhu ka thonë në Kur'an, o ju besimtar, mos e tradhoni Allahun, as pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e kështu ti tradhoni amanetet e juja. Kushdo I cili ka marrë këtë përgjegjësi, edhe të tjerët kanë lavdru, e kanë nderu, e kanë ngrit, jo për hatër ti, as të babës ti, as për hatër të mbiemrit ti, as të frizurës ti, po për hatër të Allahu Gjeleshanuhu. Ai e ka shtramu fen, ai nuk e ka dhënë hakin fes, ai e ka deviju për interesat veta, ka mu dha thez zjarri xhehenamit 3 persona apo 3 lloj njerëzish nga ky ummet komunist xhehenami. Nga ky ummet xhehenami është I ndezur, po ka mu bë sefte, ka mu bë me ta. Dietari që studion teologjinë ose shkencat islame, lexuesi, ai që mëson Kur'anin, lexuesi Kur'anit, që se ka pas për I Zatë Zotit, po për interesa personale, pasaj luftëtari, mujahidi, që se ka pas për I Zatë Zotit, po për trimnije, për lavdata, për emën, për fame, për pozite, për autoritet, edhe bamirësi, apo bojare, apo fisniku I cili ka dhonë, ka pas pare, por nuk ka dhonë për I Zatë Zotit, po për krejtë sanë tjera, që ka do qofshin ato. Prandaj, unë këtë fjallën teologjia dhe teolog nuk e preferaj, sepse kjo është si pjell e filozofisë, dhe janë qujtë filozofët të cilët kanë mësu fetë teolog, po kjo pak ma stil modern, pak ma talaba, e jo hoqë ose shekh, ose hoqë, që shikin a njëftë, po teolog, edhe tash kanë fillu me ndalu kjo është teolog, kjo së hoqë, kjo është teolog. Teolog, njerë që mëson fenë, por me një stil pak ma. Andaj, çfarë shpërblimi? Para se ta dim shpërblimin, ta dim përgjithësinë, sepse kemi marrë amanet. Allahu Gjeleshanu ka thonë Kur'an, ka ndasht Allahu Azhjel ja ka qitë Kur'anin tokës e qiellit, maleve, se kam pranu nga përgjithësia e ka marrë, wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula, ai është bërë zullumçar edhe ignorant. Kushdo që ka marrë këtë amanet se ka çuar në vend, ai është zullumçar ndaj ummetit edhe ignorant. Andaj ta mësojmë një herë përgjithësinë para se me mësu shpërblimin.